Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Jemi tek libri Urtësia në thirrjen për në fenë e Allahut Azza wa Jall. Kemi arritur tek tema urtësia në raport me muslimanët, pasi kemi sqaruar më herët urtësinë në raport me jo muslimanët në përgjithësi. Dhe tani kemi filluar tek kapitulli i ri, urtësia në raport me muslimanët. Nga urtësia të shprehurat me mëkatarët besimtar në thirrjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është që m'ju tregu zakonin e Allahut subhanahu wa taala që nuk është ndryshuar në raport me Allahun Azza wa Jall. Do të thonë zakoni i Allahut subhanahu wa taala nuk është ndryshuar në raport me ndihmësën që ja jep Allahu subhanahu wa taala që ja jep besimtarëve. Edhe po ashtu mëshirën që ka ndaj njerëzve apo ndaj muslimanëve mëkatar. Kur ata kthehen, Allah subhanahu wa taala i mbështet, i fal dhe i forcon drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, dhe thot Allah azza wa jalla në suratul A'raf, s'ka dyshim se mëshira e Allahut është thot pranë atyre të mirëve. Në përmendjen e thirrësit për në fe të Allahut subhanahu wa taala, nga ata që kanë qenë më parë nga besimtarët, ka lakmi për arritjen e atyre shembujve kur bëjnë tregtim Allahu subhanahu wa taala. Allah ka thujt tregti vllazni. E ka thujt tregti, do të thonë nëse ti bën vepra të mira për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu azza wa jall ti shumëfishon sevapet. Nëse ti e bën një vepër të mirë për hir të Allahut, kjo është një lloj tregtie që ti e bën me Allahun subhanahu wa taala. Ja disa shembuj, përgjigjja e lutjes së Ademit dhe Hawas. E dini rastin, secili besimtar e din, që ka lexuar Kur'anin, e din rastin e Ademit dhe Hawas, gruas së tij, që bëri mëkat në xhennet. Përkundër asaj që Allah subhanahu wa taala i tha mos e prekini, mos e hani këtë pemë, ata i mashtroi shejtani, edhe çfarë? E han atë pemë. Mirë pa Allah subhanahu wa taala u pranoi pendimin. U penduan dhe u pranoi pendimin. Thot Allah azza wa jall, ata të dy thanë: Zoti ynë, ne i bëm padrejtësi vetvetes son, në qoftë se nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi prej të shkatruarve. Po ashtu në suratul Bekara ajeti 37, thot Ademi prej Zotit e vet pranoi disa fjalë, prandaj ai ja fali gabimin. Andaj, o vëlla musliman, nëse nga koha Ademit alayhis salam deri më sot ka pas pejgamber që eventualisht kanë gabuar ndonjë gjë, por edhe musliman të caktuar kanë bërë mëkate të mëdha, mos e lë me të mashtru shejtani që mos më u kthi dinit Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk është në karakteri, nuk duhet të jetë në karakterin e muslimanit që të heqë dorë nga pendimi edhe nga mbështetja e Allahut subhanahu wa taala ndaj mëkatarit. Allahu azza wa jall e don robën e vet. Momentin kur i kthehet, menjëherë Allahu subhanahu wa taala e fal dhe e udhëzon me lejen e tij. Përgjigjja e Allahut pejgamberit të tij Ejubit, pasi që smundja arriti maksimumi. Shumë vite, subhanallah, ishte i smut Ejubi alayhis salam, mirë po Allahu ju përgjigj duas se Ejubit alayhis salam. Thot Allahu azza wa jall, përkujto thot edhe Ejubin kur ju drejtua Zotit e vet me lutje. Më gjeti belaja, ti je mëshiruesi ndër mëshiruesit. Ne ju përgjigjëm atij nga mëshira jon, ja hoqëm ato vështërsi që i kishte, i dhan thot familjes së tij, dhe atë sa ishin ata, dhe bëm përkujtim për të devotshmi suratul Anbiya ajeti 83-84. Do më thonë, ju përgjigj lutjes së Ejubit alayhis salam. Shembull tjetër e kemi përgjigjen e Allahut pejgamberit Yunus, apo dini rastin e Yunusit alayhis salam që u fut në gojë në barkun e balenës dhe nga aty bënte dua la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar për posteje, nuk ka të adhuruar me të drejtë për posteje. La ilaha illa ant, inni kuntu, me të vërtet inni kuntu min adh-dhalimin, me të vërtet unë isha prej të padrejtëve, prej zullumçarëve, dhe Allah subhanahu wa taala shpëtoi. Thot Allah azza wa jall, përkujtoi edhe atë të peshkujt Yunusin kur doli hidhruar prej popullit dhe mendoi se nuk do të vijë më puna ngushtë, por në errësira i tha, nuk ka Zot, nuk ka të adhuruar posteje,
ki i pastër, nuk ke të meta, unë i bëra thot padrejtësive të vetës, dhe thot për këto dhe atë të peshkut Junuzit kur doli i dhruar për popë dhe mendoj se nuk do të vi më puna ngusht, po në errësira i tha duan, si që potencuam, thot unë i bëra padrejtësi vetës Suratul Anbiya ajeti 87-88, si kur të mos ishte ajo që ai kishte qenë prej atyre që shumë e përmendnin Zotin, ai do të mbeti në barkun e tij deri në ditën e ringjalljes. Subhanallah. Për ata se bëj dua dhe ti sikur Yunusi alayhis salam, la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Bëje këtë dua çdo herë që Allah subhanahu wa taala t'i fal mëkatet. Pastaj shpëtimi i Allahut që i ka bërë pejgamberve të mëhershëm kur populli i tyre i përgënjeshtroi, më thonë që e kanë merituar ndëshkimin. Prej tyre ishte Nuhu alayhis salam, Hudi, Salihu, Shuaibi, Musai me Harunin, po ashtu ata që urdhruan për punë të mira dhe ndaluan nga punë të këqija nga benu Israelit, Allah i ka shpëtuar ata dhe normalisht e ka shpëtuar, e ka mbrojtur edhe i besimtarët, edhe Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pika tjetër është tërghip apo inkurajimi për hajër më të madh në të ardhmen në ahiret. Dhe në thonë thirrësit apo muslimanit kur e shet që është ngarkuar me mëkate, atër e inkurajon për të mirat që e jep Allah subhanahu wa taala në të ardhmen. Të mirat që e jep në të ardhmen në ahiret. Në librin e Allahut subhanahu wa taala, në Kur'an, edhe në sunetin e Muhammedit alayhis salatu wassalam, premtimin na tregon premtimin për të ardhmen, begatit që kam i pas në të ardhmen, kënaqësinë e Allahut, mëshirën, faljen, mbulimin e mëkatet, gjitha këto gjëra do t'i gjesh në ahiret tek Allah subhanahu wa taala. Allah azza wa jall kam i t'i fal mëkatet. Allah azza wa jall kam i t'i mbulu mëkatet. Ke bër mëkate ndoshta natën, Allah subhanahu wa taala nuk ka me turpru as në këtë botë e as në botën tjetër. Në botën tjetër, para gjithë njerëzimit, ka me t'i mbulu Allah azza wa jall mëkatet. Nëse ke bo mëkat, vetëm paramendone dikush që bën mëkate, dhe nëse ja shpalos Allahu, ja zbulon mëkatet, ai bie për toke ma. Bie për toke. I humbet imazhi, largohen njerëzit prej tij, por se Allah subhanahu wa taala t'i mbulon mëkatet. A nuk meriton ky Allah mu respektu dhe mu ja çon vend urdhrat e tij? Pika 4 është tërghip, inkurajim me përmendjen e gjendjes së besimtarëve në xhennet dhe çka ka përgatitur Allahu për ta. Sa sene të mira e ka përgatitur për besimtarët, sa gjëra të mira i ka përgatitur, që syni se ka pa, që veshi se ka dëgju, as që mendja nuk të shkon ty, nuk e din se çfarë të mira Allahu subhanahu wa taala i jep xhenetlive. Ky lloj inkurajimit haset shpesh në Kur'anin famlar, po ashtu në sunetin e pejgamberit alayhis salam, ku thot Allahu azza wa jall suratu Sajda ajeti 17, thot kam përgatitur për robërit e mi të mirë salihin, thot atë që syri nuk e ka parë, veshi thot nuk e ka dëgjuar, e as që i ka shkuar mendja njeriu se çfarë të mira i jep Allahu azza wa jall. Lexoni po deshet. Pra për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të madhe zemrës së shpirtit e që është caktuar atyre si shpërblim. Kë e bën të mençurin ti përvjell krahët dhe thot për të arritur këtë lumturi të shpëtimit, lumturinë e përjetshme, begatin e përgjithmonshme që nuk mund ta përshkruajmë me fjalë. Allah subhanahu wa taala po t'i tregon disa gjëra, edhe pse koka nuk mund t'i perceptojë ato gjëra të bukura. Muhamedi alayhis salam është munduar mi përshkru bukuritë e xhennetit, por se me një formë se si e kupton ti në këtë botë, dhe ti nuk mundesh me i perceptua ato të mira në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Le të jetë ky lloj inkurajimi që besimtarët t'i kthehen në rrugës së Allahut subhanahu wa taala për të mirat e xhennetit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ajo që Allah ka përmendur nga begatitë e banorëve të xhennetit dhe cilësitë e tyre prej tyre është kënaqësia e tij. Kjo është seni më i madh. Mu koni kënaqshëm Allahu subhanahu wa taala me thonë o robi jam,
unë jam i kënaqur me ty. A ka sen më të madh? Nuk ka sen më të madh. Me ditë që Allah është i kënaqur me neve. Dhe këtë në ditën e gjykimit do të arrish, o besimtar, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, thot e ajo edhe nga të mirat e botës tjetër, thot nga begatitë e mëdha, janë lumenjit e xhennetit, thot vendbanimet e banorëve të xhennetit, gratë e tyre dhe zbukurimet e tyre, ushqimet pija, thot cilësit, forma, frytet, robat, dhe thot begatia më e madhe e banorëve të xhennetit është shikimin fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është knatësia më e madhe. Knatësi që e arrin, do më thonë, nuk ka limit, apo kupton për asaj knatësie kur ti e sheh krijuesin absolut. Nuk ka knatësi më të madhe pos knatësisë së Allahut me ty, që do të jetë dhe shikimit të Allahut në ditën e gjykimit. Sa vite ke bo ibadet, sa vite ke prish gjumin në mëngjes në namazin e sabahut, ke qenë i lodhur, je ngritur për namaz, ke bo rrugë, ke marrë dije, ke eduku fëmijë, çdo gjë krejt jetën e ke sistemu si pas urdhrit të Allahut dhe të pejgamberit ti, dhe si shkak i kësaj Allahu subhanahu wa taala po ta mundson me pa fytyrën e bekuar të ti, që nuk ka knatësi më të madhe se kjo. Dhe gjithë atë ditë do të binë sejdë me lejen e Allahut subhanahu wa taala kur ta shohin fytyrën e tij Allahut subhanahu wa taala. Tërgjibi tani lloji i dytë është në llojin e taatit. Thot ky lloj është i rëndësishëm shumë pothuajse në nivel të njëjtë me të mëparshmin, thot në nxitjen e realizimit të fjalëve të sinqerta. Të fjalës së sinqertë, namazin, zekatin, agjerimin, haxhin, xhihadin në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, respektimin e prindërve, lidhje farefisnore, namazin e natës, përmirësimin e vetvetes, shpërndarjen e ushqimit, e ku e diun e përhapjen e selamit, gjitha këto veprat, do të thonë ti nxisim besimtarët për me i bo që me arrit knatësin ato që e cekëm më herët. Po ashtu duhet t'i nxit njerëzit në llojet e veprave të pëlqyera. Thot dhe virtyte si trimëria, nderi, besnikëria, modestia, durimi, ndërgjegja e pastër, drejtësia dhe të tjera që i bëjnë dobi ummetit të sotshëm dhe të ardhmë të mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Nga shembujt e këtij inkurajimi keni ajete kuranore në suratul Bekare, ajete 177. Thot Allahu subhanahu wa taala: nuk është e tërë e mira e kufizuar t'i ktheni fytyrat tuaja ka lindja ose perëndimi, por thot mirësi e vërtet është ajo që i beson Allahut, ditës së gjykimit, engjëjve, librit, pejgamberëve dhe pasurinë që ai jep të afërmve, bonjakëve, të varfërve, udhëtarëve, lypsve, apo edhe lirimit të robërve, dhe ai që e fal namazin e jep zekatin. Dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë dhe të durueshmit në skamje, Allahu subhanahu wa taala të sprovon edhe me skamje, mirë po këta janë të durueshëm dhe nuk kërkojnë subhanallah. Nuk kërkojnë, por se dijen që janë të varfër. Dhe thot në smundje dhe në flakën e luftës, të tillët janë ata të sinqertit dhe të tillët ata janë të devotshmit. Këto janë cilësitë e besimtarit që i përmend Allahu subhanahu wa taala në suratul Bekare, po ashtu në suratul Ali Imran, ajeti 16 dhe 17, thot ata të cilët thonë Zoti ynë, sinqerisht ne besuam, na i fal mëkatet tona dhe na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit, dhe ata që janë të durueshëm, të drejtë të devotshëm, e dordhënës dhe të cilët në kohën e agimit kërkojnë ndjes. Ngritën e pjesën e tretë natës dhe kërkojnë ndjes, thënë o Allah na fal. Këta janë besimtarët e sinqertë. Po ashtu në suratul Ali Imran 134-135, të cilët japin kur janë në bollëk, edhe kur janë në vështirësi. Ndonjëherë, po shumë më e mirë është kur njeriu subhanallah është në vështirësi edhe jep. Sepse njeriu kur ka jep, mund të jep, është me lehtë me thonë, mirë po kur është në vështirësi edhe jep, ky tek Allahu është i ngritur. Thot edhe që e frenojnë mlefin, qua falin të keqë njerëzve, e Allah i do pamirësit, edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar, apo i bëjnë zullum vetvetes, zullum i bëjsh vetvetes, nuk i bëjsh Allah subhanahu wa taala,
e kush i fal mëkatet përveç Allahut dhe që duke ditur nuk vazhdojnë në atë që kanë punuar në të keqen. Po ashtu kemi hadithe nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, nga Abdullah ibn Amr, dhe thot 4 gjëra, thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, nëse i ke, nuk ke dert për atë që ka shkuar në dynjë, që të ka shkuar në dynjë. 4 gjëra nëse i ke, nëse ki gale për dynjon, thot ruajtja e emanetit, thot thënia e së vërtetës, thot morali i mirë dhe ngrënia halal. Që të 4 nëse i ki, mos e ki gale. Edhe një herë, thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, 4 gjëra nëse i ke, 4, thot nuk ke dert për atë që të ka shkuar në dynjë. Ruajtja e emanetit, 1, e dyta thënia e vërtetës, e së vërtetës, morali i mirë dhe ngrënia halal. E sidomos ngrënia halal në fund bëhet sebeb nëse nuk hajmë halal, mos me na u pranu duat. Që shkon në hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur një rob i ngrit durt, ushqimi i tij, haja e tij, veshja e tij, gjithë janë haram. Si t'ja pranoj Allahu subhanahu wa taala duan? Andaj, një prej shkaqeve të pranimit të duas është edhe ngrënia halal. Pse nuk po u pranon Allahu subhanahu wa taala besimtarëve duat? Pikërisht një pjesë e caktuar që hajnë haram, më thonë nuk hajnë halal, nuk e shikojnë dhe thot gjën halal. Nga ky lloj është edhe hadithi Muadh ibn Jabelit, kur e ka pyetur pejgamberi sa me çka mund të hyjë në xhennet dhe çfarë më largon nga xhenemi, dhe pejgamberi sa ja ka numëruar 12 gjëra nga llojet e adhurimit. Davetxhiu kur ti përdor këto lloje me sukses me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ka për të drejtuar ka e vërteta. Këto janë për cilësitë të davetxhiut, të besimtarit, por nuk do të thotë të mos janë edhe për besimtarët në përgjithësi. Hapi i dytë është friksim dhe tërheqje e së vërtetës, tërheqja e vrejtjes, me i friksu dhe me i tërheq nga me i tërheq, me i vrejt, dhe më thonë vrejtjet me ja tregu njerëzve apo muslimanëve. Nga thënjet e urta është davetxhiu në këtë hap të përmend gjërat e dobishme që i nxisin njerëzit mu largu nga krime, mu shmon nga krimet dhe mëkateve, tu atërheqin vrejtën nga çdo mëkat dhe këmbgulje në të. Grupi i parë është friksimi me përmendjen e kërcënimit me dënim dhe ndëshkime sipas llojit të mëkateve. Me i tregu se nëse e bën çdo veprim, ki mu dënu tek Allahu subhanahu wa taala, ki mu ndëshku tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe grupi i dytë, friksimi me përmendjen e kërcënimit me ndëshkim sipas mëkateve individuale. Ky në lloj dhe shumë në lloje të tjera ka forma. I pari është friksimi me përmendjen e privimit nga hajri i së ardhmës apo së tanishmës me dënim të përshpejtuar. Me i tregu vëje, nëse e bën një gjuna, Allahu subhanahu wa taala ta përshpejton dënimin këtë dynjë, ta përshpejton para dënimin ahiret. Thot vazhdimi me këmbgulje, me mëkate, në me punë të këqija, është shkaqet e sprovës, është shkaqet e varfërisë. Allah të sjell varfëri nëse ti nuk kërkon falje për mëkatet që i ke bërë. Jetës së vështirë, për hapjes së smundjes, Allah subhanahu wa taala mund të më dërgoj smundje. Shkaku i një mëkati apo mëkateve që po i bën, privimit nga të mirat e kësaj dynjos dhe botës tjetër, kjo është edhe nga shkaqet më të mëdha të shkatrimit të popujve. Sepse çdo gjë që e bën, çdo gjë që të vjen e keqe, është si pasojë durve t'juaja, ka thënë Allah subhanahu wa taala. Për më tepër Allah fal shumë, thot Allah subhanahu wa taala, çfarëdo keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja, e për më shumë tjera ai ju fal. Suratu Shura ajeti 30. Ai Allah subhanahu wa taala fal shumë mëkate, sikur Allah subhanahu wa taala të na gjykojë në bazë të drejtësisë. Kur nuk do të mundim të jetonim mirë në këtë botë dhe ta fitonim xhennetin Allah subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, e sikur Allah t'i kapte njerëzit sipas veprave të këqija të tyre, nuk do t'i linte mbi faqen e dheut as një gjallës. Çdo ditë bëjmë gjëna, subhanallahu. Po është Allah subhanahu wa taala që na fal. Alhamdulillah. Bëjmë vepra të mira, një selam i japim, 10 sevape. Nëse themi assalamu alaikum wa rahmatullah, apo wa alaikum salam wa rahmatullah, 20,
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, 30, dhe kështu me radhë veprat e mira na i fshin të këqijat me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe thot, por ai afatizoi deri në një moment të caktuar, e kur të vijë afati tyre s'ka dyshim se Allah i ka parasysh robërit e vet. Surat al-Fatir ajeti 15-45. Çdo gjë që ndodh në tokë nga fatkeqësitë, shkatrimi të mbjellurave, fatësitë, është nga dënimi i asaj që njerëzit kanë vepruar. Shkaku i gjunahit, Allahu sjell fatësinë tokë, dhe sikur thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, mos të kishin me qenë shpendët, shpezët apo kafshët, thot kish me nërë shiun krejt. Nuk kish me ra shi për shkak gjunaheve të njerëzve. Por se sebeb mund t'jen kafshët, sebeb mund t'jen fëmijët, foshnjët, që Allah subhanahu wa taala e dërgon shiun shkaku i tyre që mos me marrë dënimin ata për shkakun tënd, që ti e bën gjunohen karshi Allah subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, për shkak të veprave të këqija të njerëzve janë shfaqur, thot, në tokë ndete të zeza, bela, skamje, katastrofa, humbje bereqetit, e për ta përjetuar ata një pjesë të asaj të keqe që e bën, ashtu që të tërhiqen, të largoju, nëse e sheki bela, Allah azza wa jall po të çon bela, tërkohë nuk po të hiqet belaja. Shiko kuj ke bo mëkat, në çfarë rrethana ke bo mëkat, dhe pendoju tek Allahu subhanahu wa taala. Pendoju dhe në vazhdimsi pendoju. Muhamedi alayhi salatu wassalam çdo ditë ka thonë subhan astaghfirullah 70 herë, 100 herë ka kërku falje. Kush? Pejgamberi i Allahut. Ku jemi ne? Pejgamberi i Allahut ka kërku falje, ndërsa ne edhe më shumë bëjmë gjunohe tek Allahu subhanahu wa taala, dhe Davidxhiu mund ta përdor këtë lloj në thirrjen e tij në dy shembuj. Shembulli i parë është përmendja asaj që ka ndodhur në vendbanimet e shkatruara, me tregu se vendbanimet të caktuara janë shkatruar shkaku i gjunahit që e mbo. Ka dënu Allahu azza wa jall popull për shkak të gjunahit, për shkak të gjunahit të shirkut, e kështu me radhë. Thot, dhe i ka privuar nga bereqeti që kanë pasur, dhe atë për shkak të zullumit që ja kanë bërë vetvetes. Ja kanë bërë vetvetes, jo Allah subhanahu wa taala. Për mendje madhësinë dhe për mos falenderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, thot Allah azza wa jall, sa kopshte e kroje kanë lënë, edhe ara të mbjella e vende të bukura, dhe sa të mira që i kanë përjetuar. Sot Duhan ajeti 25-27, dhe thot, ngjeshëm me këtë edhe kemi shembuj që u kanë ndodhur vendbanimeve të ndryshme, kur i kanë përgënjeshtruar pejgamberët e Allahut. Allahu dërgoi pejgamber që mi nxit, mi inkuraju dhe mi largu njerëzit nga gjunohen, ndërsa ata i mbytën, i përgënjeshtruan. Për atë arsye Allah subhanahu wa taala i shkatroi, u shkatroi pasuritë e tyre, bereqetet u humbi. Shembulli i dytë është friksimi me përmendjen e asaj që u ka ndodhur bashkësive, individëve me dënim të përshpejtuar apo privim nga begati, siç tham, dhe prej atyre bashkësive dhe individëve si në vijim janë ata të cilët ka të përbendur Allah për popullin e Sebes, dhe begatin në të cilën kanë qenë, lumturin që kanë pasur, por nuk e kanë falenderuar Allah subhanahu wa taala dhe kanë merituar dënimin dhe privimin. Atë që ka përmendur Allah në rrëfimin e Karunit, thot pronarit e dy kopshteve, i cili bëri mend një madhësi ndaj shokut vet varfanjak, po ashtu pronarit e kopshtit të cilët u morën vesh që mos të japin të varfra dhe të gjorve, Allah i privoi nga kopshti dhe u shkatërroi. Allah subhanahu wa taala të sprovon të jep pasuninë, sikur rasti i 3 personave, apo që jerë me laçja që u bë, që u formsua, apo dhe ju kërkoj, dhe Allah subhanahu wa taala i shëroi, u dha pasuri, të gjitha e dini hadithin, dhe në fund pas një kohe erdhi dhe nuk e pranuan me laçen, duke i atribuar vetvetes të mirat, dhe jo Allah subhanahu wa taala, dhe Allah subhanahu i kthej përveç personit i cili kishte dhënë Allah subhanahu pasuri, dhe i tha, merr çka duash nga kjo kopi, çka duash merr, dhe vazhdoi me pas pasuri i tillë deri në takimin e radhës. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.